Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi bashkë në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7 ku ndër të tjera do të ndiqni. Rama mbledh kryebashkiakët e Majt dhe kërkon të punojnë më shumë për mjedisin gjatë sezonit turistik, angazhim më i madh edhe për paketën e maleve. Ministri i Brendshëm deklaron se njoftimi i ambasadës për sulme nga Irani është një lajmërim standard, policia i shtoi masat e sigurisë që kur nisi lufta. Opozita kërkon hetim parlamentar për Agjencinë Kombëtare të Informacionit. Berisha thotë se të dhënat e qytetarëve përfunduan tek bandat kriminale. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Në një takim me kryebashkiakët e Majt, Edi Rama është ndalur në disa nga çështjet kryesore që trajtohen nga pushteti vendor. Ai kërkoi angazhim të plot për pastrimin e mjedisit në funksion të sezonit turistik. Po ashtu, kryeministri nxiti bashkitë që të zbatojnë sa më parë projektin e paketës së maleve. Paketa e maleve, pastrimi i zonave urbane dhe kanaleve kulluese në zonat rurale si dhe problematikat e qytetarëve lidhur me legalizimet, ishin disa nga porositë e kryeministrit Edi Rama ndaj kryebashkiakëve të Majt në një takim në Pallatin e Kongreseve. Kreu i qeverisë theksoi se bashkitë do të bashkëpunojnë me qeverinë për të fuqizuar kapacitetet e emergjencave. Për të vënë në dispozicion të bashkive një flotë të re automjetesh të cilat do duhet të ndihmojnë të gjitha proceset që kanë bëjnë me pastrimet e kanaleve dhe me punën e domosdoshme parapërgatitore për sezonet e mëtejshme. Teksa pranoi se bashkitë kanë bërë progres sa i përket projektit të paketës së maleve. Rama dha shifra se si do të llogariten investimet për një prej bashkive. Vetëm në njërën nga bashkitë, se s'po përmend emra, janë 5 milion euro të llogaritura nga 10 investimet e para në paketë e maleve nga persona që janë në emigracion. Kreu i qeverisë ngriti dhe problematikat lidhur me legalizimet, teksa për drejtuesit e institucioneve vendore la një porosi. Duhet me patjetër që bashkitë të hapin një zyrë të ndihmës juridike për kadastrën. Ka shumë ankesa për kadastrën, por nga gjithë analiza e bërë, një pjesë e madhe e ankesave për mos marrjen e shërbimit vinë si rezultat i mos kryerjes së aplikimit në mënyrë korrekte ligjore. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se do të nisë dhe prodhimi i mjeteve zjarfikse, të cilat do t'ju vendosen në dispozicion bashkive. Nevojat për shkolla të tjera profesionale. Alarmi për sulme të mundshme nga Irani, sipas ministrit të Brendshëm Lamallari, është një lajmërim standard i ambasadës amerikane. Ai sqaroi se policia dhe institucionet e tjera kanë rritur masat e sigurisë kohë më parë, që kur nisi konflikti në lindjen e mesme. Sipas ministrit, ambasada ka sqaruar se njoftime të tilla janë bërë edhe në vende të Bashkimit Evropian. Ministri i Punëve të Brendshme Besfor Lamallari e quajti një lajmërim standard njoftimin e bërë 2 ditë më parë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, e cila u bën të thirrje shtetasve amerikanë të tregojnë kujdes për shkak të rrezikut të sulmeve nga grupe të lidhura me Iranin. Sipas tij, institucionet ligjzbatuese janë në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar dhe prej kohësh kanë bërë një vlerësim të plotë të rrezikut. Për sa i përket deklaratës, unë e përmenda më herë që edhe nga komunikimi me profesorët e ambasadës është bërë me dije se ky njoftim është bërë edhe në vende të ndryshme të botës dhe Evropës, duke përfshirë Belgjikë dhe Holland. Kështu që nëse qytetarët shqiptarë ndihen të pasigurt, atëherë bie do të themi që edhe qytetarët belg dhe holandezë dhe të vendeve tjera të Evropës të ndihen të pasigurt, por nuk besoj që ky është rasti, pasi njoftimet e tilla ju e dini janë bërë në mënyrë periodike. Kur do herë që ka pasur një informacion qoftë edhe që lidhet me protestat. Gjatë konferencës për shtyp, ministri u pyet edhe për hetimet mbi atentatin mafios të rinasit. Kjo është puna e policisë, është puna e hetuesve, të cilët kanë detyrimin ligjor të administrojnë në mënyrë të kujdesshme e zaruese, sa më të plot dhe në bashkëpunim të ngushtë dhe bazuar në besim me organin e akuzës, qoftë ky prokuria e përgjithshme apo prokuria e posaçme,
si dhe me partnerët ndërkombëtar, dhe unë mjaftoj të shoh rezultatet. Nëse unë jam i kënaqur me rezultatet, me performancën, për mua mjafton dhe besoj që sipas ligjit policia e shtetit ka kryer detyrën. Ndërkohë, Lamallari refuzoi të jepte një koment mbi fatin e të shumë kërkuarit Ervis Martinaj, i zhdukur që prej vitit 2023. Kërkesa juaj për koment nga ana ime nuk mund të adresohet për vetë faktin sepse do kërkonte përfshirjen e një titullari politik në çështje operacionale. Vlerësimin mbi nivelin e hetimeve të bëra nga policia e shtetit e bën vetëm prokurori i çështjes. Ministri i Brendshëm u ndal edhe tek protestat e Partisë Demokratike, duke thënë se do të dënohen sipas ligjit të gjithë ata persona që rrezikojnë jetën e qytetarëve të efektivëve të policisë dhe që sulmojnë godinat shtetërore me molotov. Opozita kërkon hetim parlamentar për veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Informacionit. Lideri demokrat Berisha tha se të dhënat e qytetarëve kanë përfunduar tek bandat kriminale. Partia Demokratike ka depozituar zyrtarisht në kuvend kërkesën për ngritjen e një komisioni timor për mënyrën si funksionon Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit e sa të mbrojtura janë të dhënat personale të qytetarëve. Akshi është një prej institucioneve që është denontuar më shpesh nga kryetari i PD Sali Berisha, por ai vetë beson se mazhoranca socialiste do ta argëzojë kërkesën. Gjërë sot, Edi Rama i ka mohuar opozitës të drejtën themelore kushtetuese të komisioneve hetimore. Jam i sigurt se do bëj gjithçka të mos lejoj. Dhe siç e shihni, prej 8 muajsh nuk ka asnjë komision hetimor. Në lidhje me dosjen e Spakut për tenderat e Akshit, Berisha deklaroi se Ergys Agasi nuk është shpallur në kërkim ndërkombëtar, edhe pse Spaku ka ngritur ndaj tij akuzat për heqje të palishme të lirisë, konkurrencë të palishme përmes dhunës e pastrim parash. 2 javë më parë Ergys Agasin e kanë rrafur shumë keq, e kanë shtruar në dru, po, sipas qytetarit digital është dërguar në një spital privat, por duhet dini që Ergys Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergys Agasin. Ndërkaq Berisha komentoi edhe protestën e demokratëve Durrësit pak ditë më parë në sedinë e PD-s, duke këmbgulur se vendimi për përjashtimin e tyre ishte i drejtë. E kam thënë gjithnjë që ata të cilët kanë punuar për kundërshtar do marrin atë që meritojnë. Megjithatë, secili ka të drejtën të ankimojë dhe të faktojë se është ndëshkuar në mënyrë të pamerituar. Pak ditë më parë një grup demokratësh nga Durrësi depozitua në PD një ankesë kundër përjashtimit Arlind Boshkut e Dritan Burgis. Shtatit 8 vjeçari i gjendur i vdekur në një fshat të Korçës besohet të jetë vrarë për grabitje. Policia zbuloi se atij janë marrë lekët nga portofoli e po ashtu, një ditë më parë ishte koputur edhe linja ndriçimit të jashtëm të shtëpisë. Policia e Korçës vion hetimet për zbardhjen e vrasjes së 78 vjeçarit Gëzim Via, i cili u gjet pa shenja jete në banesën e tij private në fshatin Bulgaret. Deri në këto momente nuk ka ende një autor të identifikuar për ngjarjen e rëndë, por sipas burimeve nga grupi hetimor, pista kryesore mbetet ajo e grabitjes. Burimet të siguruara pranë grupit të hetimit thanë se ka qenë postieri i shërbimit postar, ai që ka kërkuar të takohet me Gëzim Vian për t'i dhënë një shërbim poste, por ka gjetur derën e mbyllur. Duke këmbgulur, postieri ka vënë re nëpërmjet dritares trupin e shtrirë të 78 vjeçarit dhe menjëherë ka lajmëruar fqinjet dhe policinë. Nga ana tjetër, familjarët kanë deklaruar për grupin e hetimit se 78 vjeçari Gëzim Via nuk dispononte shuma të mëdha financiare me përjashtim të pensionit të tij mujor dhe një shume të vogël kursimesh që e kishte siguruar nëpërmjet qeras të tokës. Gjithashtu, të afërmit e viktimës kanë bërë me dije se nuk kanë konflikte me persona të tjerë, ashtu siç nuk ka patur borxhe tek të tretët i moshuari. Këtë të premte, policia është rikthyer edhe një herë tjetër në banesë, por edhe në lagje ku ka krehur zonën e po ashtu ka gjetur kamera të tjera sigurie, të cilat po kqyren për të parë lëvizjet e mundshme të autorit. Po ashtu, nga grupi i hetimit vërtetohet se i moshuari ka patur 2 goditje në kokë, brenda në banesë ka patur sende të thyera, çka tregon për një përleshje të mundshme, ndërsa të njëjtat burime shtojnë se janë afër identifikimit të autorit.
Pista e vetme është ajo e grabitjes me pasojë vdekjen. Një element që po verifikohet nga hetuesit është edhe fakti se një ditë para ngjarjes, viktimës ishte prerë kabulli i ndriçimit të jashtëm të banesës, çka ngre dyshime për një veprim të qëllimshëm në funksion të realizimit të krimit. Kreu Policisë së Shtetit Skënderhita ka pezulluar nga detyrat të gjithë drejtuesit të komisariatit të Peqinit. Vendimi lidhet me zbulimin e laboratorit të drogës, disa ditë më parë, ku arrestua edhe ish drejtori burgut të Rogozhinës, por që më pas u la i lirë. I gjithë zinxhiri komandues në komisariatin e Peqinit është pezulluar nga detyra në lidhje me skandalin e zbuluar më herët për laboratorin e kanabisit që u gjet në fshatin Kurtaj. Sipas policisë, 7 punonjës të uniformave blu, përfshirë shefin e komisariatit, drejtues të sektorit të krimeve, u pezulluan nga detyra pasi dyshohen si përgjegjës për lejimin e kultivimit të lëndës narkotike të zbuluara në magazinën e drogës. Me urdhër të kreut të Policisë së Shtetit Skënderhita, u pezulluan nga detyra shefi komisariatit të Peqinit Altin Gusho, shefi krimeve Daniel Kaçaniku, specialisti policisë kriminale Sefer Dushku, si dhe ai policimit në komunitet Muharrem Zylyfi. Valës e pezullimeve nuk i ka shpëtuar as i shefi komisariatit të Peqinit Bilbil Lita, i cili aktualisht është në krye të policisë së Devollit. Gjithashtu dhe i shefi krimeve Denis Sinani është pezulluar nga detyra, i cili kohët e fundit u transferua në Devoll. Arben Koseni është një tjetër efektiv gjithashtu i pezulluar nga detyra. Masat u bën prezente nga vetë drejtori i përgjithshëm i policisë Skënderhita në një mbledhje të zhvilluar me gjithë drejtorët vendor dhe ata të kufirit. Hita u ka kërkuar të gjithë drejtorëve masa të menjëhershme për të luftuar kultivimin e kanabisit, si dhe mos tolerim për asnjë punonjës që nuk përmbush detyren. Banesa ku u gjet kanabisi i përket Bilal Hasës, i cili ishte drejtori i burgut të Rogozhinës, i pezulluar nga detyra menjëherë pas skandalit. Hasa u shpall në kërkim dhe u paraqit vetë pas disa orësh në komisariat, por u la i lirë pasi sipas bluve nuk ka prova për implikimin e tij. Hasa bëri përgjegjës vëllain e tij duke thënë se ishte ai që kujdesej për këtë banesë. Të përfshirë në këtë skemë ishin dhe disa punonjës të OSHE, të cilët kishin mundësuar një transformator për furnizimin me energji elektrike për laboratorin e drogës. Qindra banor të Martaneshit kërkojnë çokollotat dhe pyet e zonës së tyre të mos jepen në privatët për të vendosur panele fotovoltaike. Ata janë përplasur me zyrtar të Bashkisë së Bulqizës, duke bërë të qartë se askush nuk mund t'i rrëmbejë tokat e përbashkëta. Dëgjesa publike e thirrur në Martanesh për dhënie në përdorim të sipërfaqeve kullësore dhe pyjore përmes ankandit është kthyer në një protestë të banorëve kundër planit që sipas tyre synon hapjen e rrugës për vendosjen e paneleve fotovoltaike në zonë. Prania e qindra banorëve në takim si dhe tensionet që në nisje bën që përfaqësuesit e Bashkisë Bulqizë dhe sekretari i Këshillit Bashkiak Klodian Reçi të largohen. Banorët pretendojnë se ka mungesë transparence dhe se bashkia po bën përpjekje për të vendosur mbi fatin e tokave të përbashkëta pa konsultim me komunitetin. Këtu po shkatrohet fshati herë shkatruar në mënyrë përfundimtare. Po se ne jemi në mënyrë kategorike kundër dhe ne do e mbrojmë me zgjak pllëmën time. Po në qoftë se tokën time ku më ka lënë baba, me zabel, me gure, me kufir dhe me shkam, unë do të vdes i dyti, i pari do vdes dikush që futet në tokën time. Po këto dokumenta që ka miratu sa ai çuni, ai zhëricës, ai nuk ka lidhje fare, ai çuni si këtu deklaroi se tha nuk kemi ardhur për këtë punë. Faktikisht, këto dokumenta që kam në telefon, që janë të dalë nga Bashkia e Bulqizës, janë të gjitha me firmë të pyjores, të ndërmarrjes pyjore, për të marrë 85 hektar tokë kullësore. Ata paralajmëruan se çdo vendim i njëanshëm mund të krijojë konflikte serioze sociale, pasi shumë familje po rikthehen te blegtoria dhe përdorimi i kullotave. Kanë filluar njerëzit të vënë baktit. Ka 200 e sa bakti ka njëri këtu që ka ke fabrika gjithë kjo zona këtu, afër qytetit. Qofse ti do vesh panelet ke kjo zonë deri sidomos fusha e gjatë, kjo ka qenë bazë për këtë fshatin këtu, që kap do qytetin e Krastës. Unë nuk them ka zona të lira, që mund të vijen ato, pak të maton projt të Batrës, për jo këtu, këta planifikojnë këtu poshtë brenda qytetit, brenda fshatit. Kjo protest vjen në një moment kur debatet e ngjashme po zhvillohen edhe në zona të tjera të Bashkisë Bulqizë. Dëgjesat publike u shoqëruan me kundërshti të forta nga banorët që refuzuan planet për dhënien në përdorim të sipërfaqeve pyjore dhe kullësore. Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shembi këtë të premte një shtëpi dykatëshe në Vlorë pasi ajo pengonte projektin e lidhjes së portit detar me rrugën transballkanike.
Prishja e këtij objekti u kundërshtua nga banorët, të cilët thanë se disponojnë dokumente të rregullta pronësie dhe se çështja është në proces gjyqësor në gjykatën e apelit. Sipas tyre, gjykata e shkallës së parë Vlorës u ka dhënë të drejtë pronarëve, të cilët nuk janë kundër shembjes, por kërkojnë dëmshpërblim në vlerën e tregut. Banorët pretendojnë gjithashtu se duke qenë në çështje në proces gjyqësor në apel, Godina nuk mund të shembej. Ky ishte edicioni informativ për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.